Okej, po tash mos ja për fjalën tjetër. Urdo. Fillimisht besoj që ata që na ngrënë shqiptarë është që në besimin tim Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi shtet i organizuar mbi drejtën individuale, kurse shtetet tjera janë të organizuara mbi drejtat kolektive. Shikimi në atë aspekt mund të jetë i vogël sepse drejta është e drejtë, po këtu shteti, qeveria, kushtetuta, shpallja pavarësisht fillimisht, i jep drejtën secilit me kënë i lirt. Dhe në kushtetut kufizohet shteti aty ku nuk mund t'i kufizoj drejtën. Unë kam ardhur prej një treve shqiptare të okupuar në Malzi, në një kohë shumë, në vitin 97, në një kohë luftëra në ish Jugosllavi, ku nuk kam pas drejtën e flamurit. Nuk kam pas, po thuj, as drejtën e gjuhës dhe shumë pak drejta. Dhe vinë në një vend që në makinën e parë që kam ble, kam vu një flamur shumë të madh shqiptar, që me kohën e kom vlerësua se vetëm njerëzit që vite Amerikanit thot, a mund të marrë dhe unë se më pëlqen si duket, se nuk e din se çka është, por nuk i pengon askujt. E drejta individuale që na jepet këtu në këtë shtet, besoj që e ban këtë American Dream të varur nga ti. Në qoftë se ti ke mundësi dhe dëshirë që të angazhohesh në të boshme, ajo ëndra në qoftë se ke një ëndër realistike, besoj që i hapet secilit. Kuptohet për mua, kam një familje shtosh dhe ajo që është kryesorja, prandaj ëndra është shumë e lehtë me u arrit, por mundësit me u angazhua në çdo spektër të shti, besoj që shumë pak janë shtete në botë që renisi, moj me u ba një ndër shumë pak senator që ka Michigani që besoj do të behet, kuptohet që ose një shqiptarët do përkrahim gjatë fushatës tina, por nuk mund të behet në Francë dhe në Gjermani. Merë shumë kohë, merë gjenerata, sepse imigranti ose dikush i ardhur nga jashtë shikohet me një syn tjetër, kurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ky është shtet nga emigrantët. Është shtet që të vetmi nevojë që ti jesh pjesë e tij ka që ti jesh i dedikuar të ajo proposition që është deklarata e pavarësisë amerikane, se të gjithë njerëzit janë të lirë, dhe nëse ti beson, aty mundesh mu bë amerikan. I amerikan, plotësisht amerikan. Sa duhesh me qenë amerikan, se dikush edhe nuk ka dëshirë, po mundësia të jepet, prandaj besoj që është i pakrahasueshëm në këtë aspekt. Natyrisht Amerika konsiderohet si melting pot, si që në Kazani që përzien komunitetet, por nuk të heq mundësin për të qenë vetvetja. Vetë prania e këtij televizioni për mbi 25 vite tregon që media në gjuhën e një komuniteti është e lejueshme dhe mbështetet. Po ëndra juaj amerikane, cilëve që me thënë drejtën, nuk e kam pas, unë anglishtën e kam pas bezdi. Ëndra ime ka qenë shkoja në Itali të marrë universitetin atje dhe pastaj të shkoja në Shqipëri. Por zotit çon atje ku ti nuk ke qef. Dhe mu më ka radhë lotaria amerikane dhe kam marrë të 9 vjeç, pastaj në universitet dhe mbaj mend mbas 5 vjetësh me green card tu bëhesh me pasaport. Dhe me pasaportën aty unë kisha dhe flyer, një flyer që tregonte drejtat e tuaja dhe responsibilities tuaja. Po, dhe çfarë mu më preku ishte që ti tani ke përgjegjësi edhe je patriot nëse ti voton. Dhe unë mendoja, unë kam qenë 19 vjet në Shqipëri, asnjëherë njeri nuk ka thënë që të shkoj të votoj. Ose po thoje që të shkoj të votoj, njerëzit të thonë ky është budall, pse merret me këto gjëra. Kurse në Amerikë ti sa e merr pasaportën, këta duan që ti të jesh një qytetar aktiv.
ta ndjekësh politikën, ti jesh aktiv, sepse ajo është the most American thing. Dhe lidhje me komunitetet ndryshme, këtu mund të jenë deri 200 milion shtete, tipe njerëzish që jetojnë së bashku në harmoni. Jetojnë së bashku në harmoni sepse këtu është, siç ka thënë John Adams, Republic of Laws, not of people. Republic of Laws, not Republic of people. Se nuk ka rëndësi se kush është personi ke një institucion. Ka rëndësi që janë ligjet dhe ato zbatohen no matter what. Prandaj secili këtu me talentin që ka, me mundin që ka, mund të arrijë majat. Arban, ju jeni një zyrtar zgjedhor, po me sa di në bisedat paraprake, si mik, kemi marrë vesh që ke kontribuar me sugjerime edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, për të mundësuar një votim të drejtë dhe të sigurt. Çfarë mund të shtosh në lidhje me këtë, me që erdhi fjala? Shqipëria ka shumë çfarë të mësojnë nga Amerika. Dhe një nga fushat që Shqipëria dështon, failed, edhe Kosova, është fusha e zgjedhjeve. Atje ndodhen shumë manipulime, shumë vjedhje, me qindra mijëra vota manipulohen, vidhen, dhe Amerika këtë probleme ka zgjidh. Për shembull këtu, skaneri e numëron votën. Kishim më recently në Kosovë u arrestuan 120 veta numërus në janar, sepse kishin manipulu rezultatin e votimeve. Ti kishe votuar për dikë, ai e ka shënuar për dikë tjetër. 120 veta janë arrestu dhe janë fut në burg. Në Kosovë. Në Shqipëri, vjedhja është akoma më galopante, por nuk del në sipërfaqe, sepse partit duan ta mbajnë ulur, që mos të bëhet publike. Kurse nga që Kosovë ka më shumë competition, kjo del. Dhe ne kemi çuar propozim që ta marrin sistemin amerikan të votimit, që është më cost effective, i kursen para atyre, i kursen kohë, është faster, është World Democracy Standard, standard i botës demokratike. Kemi pas shumë sukses në Kosovë, sepse ato fatmirësisht janë më pro ndërtimin shtetit, dhe në Shqipëri kemi pas sukses, por ka pengesa. Ka pengesa, por prap kemi sukses. Prap po ecim përpara. Për të gjithë kjo pyetja tjetër, ti përmende Kosovën. Për të gjithë shqiptarët, heroi i Kosovës është presidenti Bill Clinton, i cili dha miratimin për sulmin e NATO-s ndaj objektivave serbe që bëri të mundur çlirimin edhe më tej pavarësimin e Kosovës. Renis, si demokratash, si mendojnë për presidentin Clinton? Për gjithë shqiptarët mendojnë mirë, po në këtë rast ka përshtypjen që ato presidente e marrim, e kemi të afërt për gjithë të arsye që sapo thotë edhe juve, ose mos për punën e historisë së Kosovës. Normalisht ai krijoi oportunitetin që të kesh një shtet dytë shqiptar. Detyrimisht vlera e tij është e pamohueshme, prandaj edhe ja kanë nxjerr lapidarët çdo qoshe të Republikës, janë ndaj nga Kosova dhe ndaj nga ana tonë në Shqipëri. Edhe me të drejtë, kontributi është i mahnitshëm, për neve ishte diçka absolutisht e nevojshme. Po kam përshtypjen që unë do thosha që nuk është thjesht fakti se nuk ishte të qenit antar i Partisë Demokratike që e bëri Bill Clinton t'i hapte atë diapazonin që të shkonte dhe të bënte një luftë si lufta që u bë kundra Serbisë në Kosovë, përkundrazi. Ishte të qenit amerikan dhe të qenit e një vizioni që në botë kuptimin amerikan nuk është e pranueshme që të kishim genocid në mes të Evropës në shekullin e 20, në fund shekullit 20. Detyrimisht ajo është diçka që çdo shqiptar e mbështeti, vazhdon ta mbështesë dhe mbështesin në të ardhmen. Edhe thjesht dëshira ime është në këtë mes të përfitoj sa do pak nga ajo dhe them që okay, duke pasur parasysh se çfarë bëjnë demokratët për Shqipërinë, imagjino sa do bëjë një demokrat shqiptar për shqiptarët këtu. Kaq. Mirë, po lem këtu, po megjithatë raporti midis shqiptarëve dhe Amerikës është më tepër
më shumë emocional se sa strategjik, mendoj, sepse Shqipëria është një vend i vogël në Ballkan, pavarësisht do flasim prapë për problemin e Kosovës dhe të Malit të Zi. Si shpjegohet që është kaq emocional? Nuk gjen një shqiptar që thot një fjalë të keqe për Amerikën, edhe do ndalim edhe tek momentet e fundit për të dhënë një sqarim situatës. Po është një listë e zgjerë, në qoftë se tash një shekull e gjysmë, kur pjesërisht dhe kohërisht ne kemi pas liri, jo të boshme, po aq sa kem pas, aleati kryesor ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është diçka që e lidh me një interes të një administrate me një administrat tjetër, sepse mund ta shikosh qysh në administratën e Bushit Senior dhe deri sot kjo lidhje strategjike është direkte dhe ekziston. Herë më shumë, herë më pak, po ashtu ishte edhe gjendja dhe nevoja. Mos harrojmë se edhe administrata që pason atë Clinton e njofti Kosovën si të pambarur. Vërtet jo e njofti, po e bëri, e shtyri. E shpalli pavarur, futi Shqipërinë në NATO. Sepse atë fuqi ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ata vendosin që një gjë ta bëjnë, evropianët duhet t'i marrin mbrapa, pothuajse gjithmonë. Prandaj nuk ka si shqiptari të thonë se Amerika nuk është aleat, sepse është një fabrikim që nuk ka kurfar sensit. Ne e provuam për më shumë se 50 vite, që në vitin 39 dhe 91, po ai ishte një sistem që na bëri ne të punonim kundër vetes. Prandaj besoj që koha atyre u ka mbaruar për fat mirë. Gjithmonë besoj se Shqipëria do jetë pro Amerikës, sepse ose vllai i madh Amerika. Por në të njëjtën kohë besoj gjithashtu që politika e sotme shqiptare e përdor Amerikën në mënyra të llatarshme, të frikshme. Do të thotë sikur nga të dyja anët, si e djathta dhe e majta shqiptare, e përdorin në ekstreme për të fituar votën popullore shqiptare. Flasim Partinë Demokratike Shqiptare, Trump. Flasim për Partinë Socialiste, derisa përpara Trump kishte presidencën, ishte lloj komentesh kundër si qyshtek. Flasim sot është një komplet klim ndryshe. Unë besoj politika shqiptare duhet anashkaloj pak të kaq involvement që është për politikën amerikane. Pse? Sepse duhet jetë më e fokusuar brenda përmendave të vet. Shqipëria gjithmonë do jetë pro Amerikës, Amerika gjithmonë do jetë ai vllai i madh. Pa rëndësi ka cila frymë politike e drejton Amerikën. Amerika është një shtet që ecën në Shinë, nuk ka nevojë kjo politika e majtës e djathtë siç është Shqipëria. Besoj se duhet ta ndajmë çik për këtë.